Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit ndërkombëtar Karlis Press ose Karli i Madh, një nga nderimet më të larta europiane për personalitete me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Europës, që kanë ardhur në Tiranë për dialogun mbi rolin e rinisë në të ardhmen e kontinentit. Shefi i qeverisë pohoi se politika është instrumenti kryesor me anë të së cilës garantohen liri dhe barazitë sociale. Kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria nuk ka plan B përkundrejt lirive individuale që garantohen vetëm në Bashkimin Evropian. Pse jam kaq i fiksuar për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian saktësisht për këtë arsye. Derisa ne të shkojmë në Bashkimin Evropian, ka gjëra të cilat nuk do të jenë të sigurta, të garantuara e të pakthyeshme. Dhe këto janë gjërat më të rëndësishme. Ndaj kur më pyesin, ç'plan B keni? Ç'plan B ka Shqipëria? E them që nuk ka plan B përkundrejt lirive individuale. Dhe në qoftë se doni të negocioni lirinë tuaj, atëherë hiqni dorë, mos u bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Po në rast se nuk doni të negocioni këto liri individuale, duhet të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nuk ka plan B përkundrejt shtetit të së drejtës e të qenit të barabartë përpara ligjit. Dhe sërish nëse doni ta negocioni këto, atëherë mund të zgjidhni një tjetër drejtim. Kryeministri Rama ishte në panel së bashku me Martin Schulz, ish president i Parlamentit Evropian dhe laureti i çmimit Karlis Press, Veronika Tsepkalo, pjesë e opozitës bieloruse, laureti i çmimit Karlis Press dhe Dr. Jürgen Linden, kryetari i bordit drejtues International Charlemagne Prize. Po ashtu i pranishëm në këtë konferencë ishte dhe René van der Linden, president deri i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës.